Përshëndetje nderuar teleshikues, jemi në edicionin informativ këtu në News 24, ndër të tjera. Në këto lajme do të ndiqni. Partia Demokratike deklaron se prokuroria e posaçme ka 80 prova ndaj Ballukut. Kreu i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi tha se SPAK ka gjetur se kostoja e korrupsionit shkon në 1 miliard euro. Më 22 dhjetor qytetarët do t'japin ultimatum Edi Ramës. Berisha komenton protestën e 22 dhjetorit. Kryeministri duhet të ikë që vendi të gjej paqen e merituar. Shqipëria bëhet protest para kryeministrisë Lapaj. Të bashkohemi që Rama të dorëhiqet. Tritol të shtëpia e nënës Gentian Zotos në Vlorë, policia identifikon autorët. Trump vendos sanksione ndaj presidentit të Venezuelës Maduro dhe familjes së tij. Dalin në dritë dosjet Epstein, emrat e përfshirë trondisin elitat amerikane. Ju njohim tani më gjerësisht me informacionet e fundit. Opozita thot se SPAK paraqiti prova të reja ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku në Këshillin e Mandateve. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi tha se bëhet fjalë për 10 prova dhe procedura tenderash që sipas tij dëshmojnë korrupsionin në vlerë deri në 1 miliard euro. SPAK ka sjell prova të reja përpara antarëve të Këshillit të Mandateve këtë të premte kundër Belinda Ballukut. Këtë e bën të ditur në një konferencë për mediat antarët demokratë të Këshillit të Mandateve. Ata thanë se janë edhe 9 procedura të tjera tenderash për rrugët ku prokuroria e posaçme ka gjetur prova që e lidhin Belinda Ballukun me korrupsionin. Prokuroria e posaçme ka marrë të pandehur zonjën Balluku për tenderin e tunelit Llogaras. E ka person nën hetim për një nga lotet e Unazës Tiranës, ndërkohë që në kërkesën e sjellën kuvend sqaron se e kanë nën hetim edhe për 9 procedura të tjera, ku përfshihen 6 procedurat për lotet e Unazës Tiranës, koncesioni i rrugës Thuman Kashar dhe 2 procedura prokurimi për mirëmbajtje rrugësh. Sipas Bardhit, Këshilli i Mandateve ka për detyrë të vërtetojë nëse kërkesa e SPAK për heqjen e mandatit të Belinda Ballukut është politike apo e bazuar në prova. Vetë kreu i grupit parlamentar të PD-s thotë se prokurorët kanë paraqitur rreth 80 prova kundër zëvendës kryeministres. Kërkesa e prokurorisë, përveç se është argumentuar ligjërisht, mbështetet nga një numër i konsiderueshëm provash, rreth 80 prova të ndarë në disa volume, në mirafaqe. Gazmend Bardhi deklaroi se kostoja e korrupsionit të Belinda Ballukut sipas dosjes së SPAK ka shifrën e frikshme 1 miliard euro. Nuk bëhet fjalë për procedura mijëra euro. Totali të 11 procedurave prokurimit korruptive për cilën akuzohet qeveria e Edi Ramës ka vlerën e mbi 1 miliard euro. Ka caktuar se ku duhet shkojnë parat e fituara, ku ka zbatuar me provat prokurisë porositë e kryeministrit për shpërblyer njërin apo tjetrin, tentohet të zvarritet. Nënkryetari i PD-s shton se Belinda Balluku ka nisur kërcënimet ndaj dëshmitarëve, ndërsa akuzoi Niko Peleshin se me qëllim nuk përcaktoi një datë të ardhshme për mbledhjen e Këshillit të Mandateve për të vendosur për mandatin e Ballukut. Bëhet fjalë për vartës që janë duke bashkëpunuar me drejtësinë. Pra janë duke treguar të dhëna që ndihmojnë hetimin. Dhe kjo është arsyeja pse prokurorët kërkuan që mbledhja e ardhshme e Këshillit të jetë pas 3 ditësh, maksimumi 5 ditë nga dita e djeshme, pra ose të hënën ose të mërkurën e javës së ardhshme. Ne si deputet dhe antar përfaqësues të opozitës kërkuam që mbledhja të ishte pas 3 ditësh, pa të hënën, ndërkohë që Edi Rama ka vendosur të marrë kohë të pacaktuar, duke thënë fillimisht ta mbledhim pas datës 19 janar, dhe pastaj duke thënë do ta mbledhim në një moment tjetër, do ta vendosim në një moment tjetër.
Protesta e opozitës më 22 dhjetor do t'jetë ultimatumi i parë për largimin nga pushteti Edi Ramës, thot kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha. Lideri i Demokratëve tha se nga dosja e SPAK kundër Ballukut rezulton se ajo është pronare e 300 apartamenteve. Partia Demokratike i kërkon dorëheqjen e Edi Ramës dhe sipas Sali Berishës, protesta e 22 dhjetorit do të jetë ultimatum për kryeministrin. Nga protesta e të hënës, qytetarët shprehin revoltën e tyre dhe japin ultimatum Edi Ramës. Edi Rama duhet largohet. Dorëheqja e Edi Ramës është kushti gjitha kushteve që Shqipëria të rigjej paqen që meriton. Lideri i Demokratëve tha se 22 dhjetori do të jetë sinjali i parë i nisjes së betejës për largimin e Edi Ramës. Ne dim si luftohen diktaturat dhe ne do i përvishëm i diktaturës. Edi Rama të ardhme nuk ka. Ne japim sinjalin e parë me datën 22 për të vazhduar gjerë në largimin e tij. Por, si njerëz të gjitha ata që janë të betur në misionin e tyre për të larguar këtë diktaturë, duhet të përgatiten për protesta të qëndrueshme, të gjata, siç më tha mua Pol Kavaj, një qytetar doktor, protesta duhet i bëjmë me bataljen shpinde aty. Një mundësi, sipas kreut të PD-s, është edhe ngujimi i deputetëve. Ngujimi i grupit parlamentar është një akt absolutisht ndër më të mundshmit. Asgjë nuk përjashtohet. Besoj se rrëzimin e diktaturës duhet ta bëjë populli shqiptar. Po të gjitha mjetet do të përdoren. Për këtë mos kemi të gjitha rrugë do të ndiqen. Berisha fton në protestë edhe partitë e reja dhe i kritikon ato për vendosjen e barazisë mes qeverisjes së demokratëve dhe socialistëve. Ka një problem. Opozitë dhe pseudo-opozitë, apo opozitë e opozitës. Ju e pat ku përfundoi Shabani në gjirin e Edi Ramës. Pretendonte se është opozitë. Unë përshtes zotin Llapaj që proteston aty. Jep shembull personal. Jemi të hapur ndaj partisë tij, jemi të hapur ndaj partisë së zotit Shehu, por ambiguiteti i tyre dhe krahasimi që bëjnë midis Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, midis Edi Ramës dhe Sali Berishës, dëshmon se janë në një pozicion opozitë e opozitës. Shefi i Selis Blu theksoi se në dosjen e SPAK thuhet se Belinda Balluku ka në pronësi rreth 300 apartamente. Nga dosja e Lubi Ballukut, qytetarë shqiptar mësuan se ministrja dhe zëvendës kryeministrja është pronare e 300 apartamenteve, e 2 jahteve dhe shumave prallore akoma të pa gjetura në kontot e saj. Shqipëria ka nevojë për rezistencë më shumë se kurrë, kështu deklaroi deputeti demokrat Klevis Balliu në një takim me banorët e Unazës dhe të Astirit në Tiranë, të cilët i ftoi të protestojnë përpara kryeministrisë më 22 dhjetor për dinjitetin, lirinë dhe të ardhmen. Në një takim me demokratë të Degës 16 në Tiranë, banorët e Unazës dhe të Astirit, deputeti demokrat Klevis Balliu i ftoi ata në protestën e 22 dhjetorit përpara kryeministrisë, duke theksuar se Shqipëria ka nevojë për rezistencë më shumë se kurrë. Çdo mjet dhe çdo mënyrë është demokratike nëse qëllimi është që të shpëtosh demokracinë. Çdo mjet dhe çdo mënyrë është e ligjshme nëse ti do të respektosh ligjin dhe të mbrosh ligjin. Çdo mjet dhe çdo mënyrë është e drejtë nëse ti do të mbrosh drejtësinë. Problemet, hallet dhe vendi tonë do duhet ta shpëtojmë vetë. Ajo nuk zgjidhet vetëm me fjalime, nuk zgjidhet me denoncime, po zgjidhet me akte konkrete. Ndaj e hëna nuk është ditë mitingu, po është ditë revolte. Revolt kundër korrupsionit, kundër vjedhjes, kundër krimit. Revolt për të shpëtuar vendin, për të shpëtuar Shqipërinë, për të shpëtuar shqiptarët. Sipas Balliut, siguria kombëtare është shkatëruar ndërsa të dhënat personale të qytetarëve janë vënë në dispozicion të krimit të organizuar. Pushteti që kemi përballë nuk ka të bëjë me politikën. Këta nuk janë një organizatë politike, këta janë një organizatë e mirëfillt kriminale, një organizatë që funksionon me koordinatorët krimit, një organizatë që funksionon me pegmarrje. Nuk ka ndodhur kurrë, as në vendet botës së tretë,
që shtetit përfshihet në pengmarrjen e biznesmenëve. Nuk ka ndodhur kurrë që krimi organizuar të çojë në parlament përfaqësuesit e vet. Klevis Balliu theksoi se protesta e 22 dhjetorit nuk është thjesht betejë politike, por një betejë patriotike për dinjitetin, lirinë dhe të ardhmen e fëmijëve. Aktivistët e lëvizjes Shqipëria Bëhet zhvilluan një protest para kryeministrisë. Ata u përplasën me forcat e policisë që tentuan të largonin gjeneratorin e vendosur përballë selisë së qeverisë. Kreu i lëvizjes Shqipëria Bëhet Adriatik Lapa i kërkoi dorëheqjen e kreut qeverisë Edi Rama. Ai ftoi Brezin e Ri t'i bashkohet protestës, ndërsa tha se nuk trembet nga procedimet penale. Prej disa ditësh Adriatik Lapa dhe aktivistë të kësaj lëvizje janë zhvendosur para kryeministrisë, duke u shprehur të vendosur se nuk do të lëvizin nga sheshi deri në largimin e tij. Ndrojmë temën e informacioneve tona. Babe Biru arrestuan nga policia e Vlorës, të dyshuar si autor të vendosjes së tritolit në portën e banesës së nënës Gentian Zotos, i dënuar nga gjykata e apelit me 35 vite burg për atentatin ndaj Ines Hajrullës në Vlorë. Ky është momenti kur Babe Bir vendosën lëndën plasëse në portën e banesës të nënës së Gentian Zotos në qytetin e Vlorës, ndërsa policia bën të ditur se ka zbardhur ngjarjen. David Goxhaj dhe Ferdinand Bombaj, Babe Bir, ranë në prangat e policisë 3 javë pas ngjarjes, ndërsa identifikimi i tyre është bërë i mundur përmes kamerave të sigurisë në zonë. Kamerat kanë përkapur një automjet tip Volkswagen Golf Plus që shihet teksa afrohet pranë banesës së nënës të Gentian Zotos, ku ndodhi shpërthimi me lëndë plasëse. Nga hetimet paraprake rezultoi se automjeti ishte vjedhur në qytetin e Elbasanit, ndërsa dyshohet se Babe Bir e kanë mbajtur mjetin në banesën e tyre. Disa minuta pas shpërthimit, automjeti që është përdorur nga David Goxhaj dhe Ferdinand Bombaj u gjeti djegur në fshatin Babice e vogël të Vlorës. Për rrjedhoj, David Goxhaj dhe Ferdinand Bombaj do të përballen me drejtësinë për veprat penale, shkatërrimi pronës me eksplozive kryer në bashkëpunim dhe vjedhje. Si pasojë e shpërthimit pati vetëm dëme materiale, ndërkohë që hetimet vijojnë për identifikimin e personave të tjerë që mund të jenë të implikuar. Gentian Zoto është dënuar nga gjykata e apelit me 35 vite burgim për atentatin ndaj Ines Hajrullës në Vlorë. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në qytetin e Lezhës, ku një 42 vjeçar është gjetur i pajet në dyqanin e tij, ndërsa ëma nuk ka mundur të përballojë dhimbjen dhe i ka dhënë fund jetës duke u vetë varur në banesë. 42 vjeçari Aleksandër Marku u gjet pa shenja jete mbrëmjen e së premtes në dyqanin e tij me vegla pune në lagjen Gurra në Lezhë. Paraprakisht dyshohet se ai ka humbur jetën për shkaqe natyrale, por po vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë ngjarjes. Pas marrjes së lajmit për humbjen e djalit, 72 vjeçaria Prene Marku është gjetur e pajet nga familjarët në banesën e saj në fshatin Lal Miri. Sipas policisë, gruaja është vetë varur në banesë. Trupat e pajet janë dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Tiranë për kryerjen e ekspertizës mjekoligjore dhe përcaktimin e saktë të shkakut të vdekjes. Një 23 vjeçar ka rënë në prangat e policisë në Tiranë pasi u kap me 1 kilogram e 54 gram lëndë narkotike kanabis në trajt gjelatine. I riu, identifikuar si Domenico Cibaku, banues në Dibër, u arrestua në rrugën 5 Maj në Tiranë. Nga hetimet, dyshohet se lënda narkotike me vlerë 10.000 euro ka ardhur me post nga Kanadaja drejt Shqipërisë dhe do shitej në lokalet e zonës së 5 Majit, ku edhe u arrestua 23 vjeçari. Mësohet se 23 vjeçari nuk ka precedent penal dhe ndihmoi nga një tjetër person për shitjen e lëndës narkotike. Bashkëpunëtori i tij është shpallur në kërkim nga policia. Ndërkohë, policia vjon hetimet për dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie kriminale dhe identifikimin e shtetasve të tjerë që mund të jenë të përfshirë. Ndrojmë temën e informacioneve tona me afrimin e festave të fundvitit. Çmimet e produkteve bazë të shportës kanë mësuar rritje me 20%. Qytetarët në Korçë thonë se më së shumti rritje kanë pasur çmimet e frutaperimeve dhe produktet e bulmetit, duke ndikuar drejt për drejt në rënien e fuqisë blerëse. Me afrimin e festave të fundvitit, çmimet e produkteve në tregun ushqimor të Korçës po postojnë luhatje. Qytetarët ankohen për rritjen e çmimeve, veçanërisht për fruta, perimet dhe produktet e bulmetit, çka ka sjellë një rënje të ndjeshme të fuqisë blerëse. Sipas tyre, shpenzimet janë rritur ndjeshëm krahasuar me të ardhurat.
2 marule 1.500 leka. 11 gjalpi nuk e përballon dot. Me vështirësi do bëhet çdo gjë. Kan kosh nuk kanë kosh dot në këta. Nuk të mbarojnë punë, fare hiç. As donte di fare. Për të përballoj gjysma të marilaçe, me tension, me diabet, me tëra. I blini dot frutat? Haroj speciale. Produktet bazë të shportës ushqimore kanë postuar arritje deri në 20%, ndërsa qytetarët thonë se kanë të vështirë të përballojnë këto çmime. Megjithatë, shqetësimi kryesor mbetet fenomeni i përvitshëm i rritjes ekstreme të çmimeve në prag të Krishtlindjes dhe Vitit të Ri. Cilat janë ato produkte që janë më të vështira për të blerë nga ju? Po tërë fruta perime, djathi, bulmeti, veza. Çmimet janë të larta dhe cilësia është e dobët fare. Na që lekë sa marim neve. Ilaçe të marim nga 100.000 leka në muaja. Drita thuja sa, nëse. Cilat produkte i shihni si më të shtrenjtat? Të tëra të shtrenjta janë. Nga ana tjetër, tregtarët shprehen se prodhimet vendase vijojnë të shiten me çmime disi më të arsyeshme, ndërsa produktet e importit mbeten më të shtrenjta për shkak të kostove më të larta të furnizimit. Fermerët e Divjakës po përballen me një sër vështirësish duke nisur që nga mungesa e tregut për shitje deri te çmimi i ulët që ofrojnë pikat e grumbullimit. 1 kilogram patate shitet me 25 lek për kilogram, duke mos mbuluar as kostot e kultivimit. Fermerët kërkojnë mbështetje nga Ministria e Bujqësisë pasi pjesa më e madhe e prodhimeve importohet nga vendet fqinje, duke shkaktuar ngërç tek ta. Mungesa e tregut për shitjen e prodhimit të patateve po vë në vështirësi fermerët e Divjakës. 1 kilogram patate tregtohet për tyre me 25 lek, një çmim tepër i ulët që nuk mbulon as kostot e kultivimit. Për pasojë, fermerët janë detyruar ta magazinojnë prodhimin, ndërsa mundësia për kalbin e tij është tepër e lartë. Patatja në Divjak sot aktualisht është 250 deri në 300 lek. Po më e madhe ai se nuk ka tregtar, dhe ato që marrin nga 10 targa, nga 15 targa, nga 20 targa. Punëtori do 30.000 lek. Më intereson marr punëtorin dhe të vit shkul patate këtu se 15 targa do tregtari. Unë për shembull nuk po gjej tregtar. Me vështirësi shumë të mëdha, nuk ka çmim, 250 lek. Shumica njerëzve po fusin nëpër shtëpia se s'ke ku e çon. Dhe pikat e mëdha këto të grumbullimit njerë marrin, njerë s'marrin, janë me shumë vështirësi si vjetë. Si vjetë një skandal. Ti llogarisim gjitha tone, po të fusim dhe krahë tone, ne dalim kështu, me humje. Çmimi është për tokë. Tregu është zero, nuk ka. Neve jemi detyruar tani nga lagështira dhe nga ftoti. Nga ngricat po i fusim brenda, se treg nuk ka se po i kapin në i ftot, në i brymë ose në i ngric, i prish fare, dhe ato që janë i kalb. Fermerët thonë se kanë të vështirë të gjejnë treg për shitje për shkak të prodhimeve që importohen nga shtetet fqinje. Për rrjedhoj ata kërkojnë mbështetje nga Ministria e Bujqësisë për të vendosur mekanizma rregullator për sigurimin e tregut për shitjen e prodhimeve. Kush ka magazina e fut brenda në magazin me fjalë po shita zjerin prap, ta hedhin kanal. S'ka rrugë tjetër. Kështu që ne kemi njerëz si peshku pa ujë tani, nuk ish puna vetëm me pataten, këtu ish puna me të gjithë. Ka rrota gjithsesi, panxharje ashtu, lagra kok fare për tok, nuk shitet fare. Po janë do ta mbash deri nga marsi, deri nga shkurti, me shpresë. E shet nuk e shet, o do nxjerrësh me këtë çmim ose do ta hedhësh pastaj se ka dhe problemet, ja do prishet ajo. Brenda një viti, vetëm në Divjak mbillen 600 deri në 700 hektar me patate, ndërsa e njëjta problematik haset edhe me shitjen e prodhimeve të tjera. Do të shkëputemi tani për një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak me informacione të reja. Rikthehemi në studio, shohim tani të tjera zhvillime. 10 hektar tokë bujqësore në Boçov të Levanit, që shfrytëzohen prej 30 vitesh nga banorët e zonës, janë zaptuar nga kompania Brevi Construction për të instaluar panele fotovoltaike. Qytetarët thonë se truallin e kanë përfituar me anë të ligjit 7501, ndërsa procesi për pajisjen me certifikata pronësie është zvarritur prej vitesh. Ata i bëjnë thirrje institucioneve të drejtësisë të reagojnë ndaj kësaj padrejtësie që po u bëhet.
Banorët e njësisë administrative Levan protestuan sërish në fshatin Boçov, pasi në tokat e tyre bujqësore ka nisur puna për instalimin e paneleve fotovoltaike nga kompania Brevi Construction me administratore Afërdita Salillarin. Banorët kërkojnë që tokat ju rikthehen sërish pasi është e vetmja mënyrë jetese për ta. Fermieri Sandor Mujo ka kërkuar nga prokuroria e Fierit të hetojë sa më shpejt çështjen e tyre, ndërkohë që thirrja i është drejtuar edhe kreutorit të SPAK, Klodian Braho. A mund të ndërtojmë panele diellore në tokat ar? Jo, absolutisht jo. I bëjmë thirrje drejtorit të ri të SPAK të jetë mbështetës i së drejtës dhe të na jap një zgjidhje të shpejtë. Ne jemi të vendosur në kauzën tonë derisa tokat tona t'i marrim. Do shkojmë edhe në SPAK të bëjmë një kallëzim sipas dokumentacionit që kemi, vetëm po presim përgjigjen e Ministrisë Bujqësisë edhe përgjigjen e ASHK-s. S'na interesojnë të shesim, ne thjesht duam tokën. Ardhmja nuk është një sobuk. Ardhmja është më shumë e tepër. Nga ky projekt preken 14 pronarë, të cilët e kanë përfituar tokën në bazë të ligjit 7501 dhe asnjëherë nuk ju është dhënë certifikat pronësie, ndonse kanë aplikuar për vite me radhë. Nga ana tjetër, prej një viti këto troje figurojnë të regjistruara në kadastër në emër të Brevi Construction. Këtu rrezikon të bëhet në një situatë jo e këndshme. Jemi të vendosur të shkojmë deri në fund kësaj çështje. Me çfarë lloji forme? Me gjitha format që mundsohemi. Çdo gjë, nuk lëm shteg as rrugë, njëherë po ndjekim rrugën ligjore. Unë të paktën unë ua kam bërë të qartë. Do njek gjitha instancat ligjore ku t'jetë e mundur, si t'jetë e mundur. Pastaj do të njek edhe rrugën time, nuk e lëshoj. E kam vendosur burrash, po të kemja këtu. Ai burr nuk e merr dot atë tokë. Nëse institucionet përgjegjëse do të vijojnë të heshtin, do të shkojmë drejt vetgjyqësisë, deklaruan qytetarët. Besimtarët dhe përfaqësues të Kishës Katolike protestuan në Kishën e Shnandojit në Laç, ku shprehën kundërshtinë e tyre lidhur me zbatimin e një projekti që ndryshon pamjen e Kishës. Sipas protestuesve, projekti aktual cënon rënd identitetin dhe shenjtërinë e vendit, i cili prej vitesh konsiderohet nga besimtarët si hapësirë ku ka ndodhur mrekulli të shumta. Një grup qytetarësh së bashku me frat nduhet Toplanën u mblodhën në Kishën e Shnanot në Laç për të shprehur kundërshtimin e tyre ndaj ndërhyrjeve që po realizohen në këtë vend të shenjtë. Ata apeluan për ndalimin e punimeve aktuale, duke theksuar se projekti që po implementohet rrezikon ta shndërrojë këtë hapësirë fetare në një ambient të papërshtatshëm. Na pretendojmë sepse këtu është bërë një projekt ku do të prishet krejt kuveni, krejt sheshi, deri te parkingu, krejt çdo gjë aty prej ashtu kishën e vogël, edhe në fund poshtë saj, poshtë kuena na i tash, do të bëhet kripta. Veni për lutje. Edhe kripta, gjithkush e din e përbot, sa është ven vorrësh. Edhe na, normalisht, unë nuk kam shef se që shqiptarët, për gjithëherë, si të vinën këtë kish, të hynë në vorë për më lutë. E dona si të kena një kish si për venit e si për sheshit. Dhe më thënë, kjo është kryesorja. Sipas qytetarëve dhe përfaqësuesve të Kishës, projekti aktual cënon rënd identitetin dhe shenjtërinë e vendit, i cili prej vitesh konsiderohet nga besimtarët si hapësirë ku ka ndodhur mrekulli të shumta. Ata kërkojnë që të rikthehet dhe të zbatohet projekti i mëparshëm, i cili parashikon ndërtimin e një katedraleje madhështore në qendër të kompleksit, në përputhje me vlerat historike dhe shpirtërore të këtij vendi. Do t'i kërkej pak llogari Zotit si ka mundësi që i lënë të njerëz me boket masakre. Po projekti tjetër është si kullat e Tiranës, si Bajdi Rama. Ktu duhet të jetë një kishë madhështore, se ç'kësh në Itali, ç'kësh në Greqi, ka kisha të hik menja. Jo të vim të futna në tunel na, kur të vim me pa ne, mesh. Tu është vendi mrekullive, mendimin e Patërzev Plumit, është bën. Qytetarët apeluan që institucionet përgjegjëse të marrin parasysh kërkesat e komunitetit dhe të respektojnë ndjeshmërinë e besimtarëve, duke u angazhuar për një zgjidhje që ruan identitetin e kishës. Fshati i Pjetërshan në komunën e Gjakovës po mirëpret qindra turistë dhe vizitorë në prag të Krishtlindjes dhe Vitit të Ri. Përmes krijimit të Betlehemit të gjallë nga të rinjt, Pjetërshani ofron pelegrinazh turistik, ndërsa vizitorët shprehen të kënaqur për atmosferën dhe pritjen e ngrohtë.
Në një atmosferë të mrekullueshme ku mikpritja me fjalën e Zotit është formulë përshëndetëse, fshati Pjetërshan në Gjakovë është ndërruar në destinacion të preferuar për vizitorët dhe turistët për të festuar Krishtlindjen dhe Vitin e Ri. Atmosfera jashtëzakonisht e bukur e përshtatshme. Urojmë gjithëve Krishtlindjet. Me pritje shumë tjera, po që shtetet tona të mira të Zotit. Është një vend ku ta ngrosh shpirtin edhe të lumturon nga brenda. Që prej muajit tetor, të rinjtë e Pjetërshanit kanë nisur dekorimin, duke cilësuar fshatin e tyre si vendin më festiv në Kosovë, ndaj ndihen të gëzuar që çdo vit vizitohen nga mijëra njerëz. Dekorimi i fshatit Pjetërshan tashmë është kthyer në një traditë. Kjo është fal punës që bajnë vullnetarët në bashkëpunim me famullijtarin. Edhe këtë vit ka një punë të mirë, e cila është bën një gërshëtimin mes tradicionales dhe modernes. Edhe kjo ka nxit më shumë vizitorë se herë tjera, duke ardhur nga Shqipëria edhe vende të ndryshme të Kosovës. Ndjem shumë i lumtur sepse kem arritur të bëjmë ata që kem synuar. Atmosfera është shumë e mirë, është tipike e lidhur me kohën e Krishtlindjes, është një pasqyrim shoqëror duke u bazuar në Krishtlindje. Në një gërshetim të tradicionales me modernen, të rinjt janë përpjekur të ruajnë traditën vendase, duke ndërtuar Betlehemin në ambiente që u ngjasojnë kullave të Kosovës. Kësaj, Dom Marian Topalli shprehet se qëllimi nuk është thjesht ndriçimi i fshatit, por përjetimi që njerëzit marrin nga drita e foshnjës hyjnore. Sigurisht, për ne nuk është vetëm qëllimi i ndriçimit dhe i zbukurimit, por qëllimi është ata që vinë ta përjetojnë këtë ndriçim nga jashtë, por të deportoj edhe nga brenda tek ajo dritë e Krishtit të foshnjës hyjnore. Sigurisht ka vizitorë të shumtë, jo vetëm nga zona përreth, por edhe nga gjithë Kosova, edhe nga Shqipëria sigurisht, dhe jemi të lumtur që kemi momente të përbashkëta. Kryetari i Komunës së Gjakovës, Ardian Gjini, e cilëson nismën e të rinjve, një vlerë të shtuar që zona ju ofron turistëve. Ju në Pjetërshan, gjithë bashkë, jeni të bë Komunën e Gjakovës më të bukur, jeni të bë edhe Kosovën më të bukur. Me të vërtet, po e shëndrani këtë vend në atrakcion. Fal këtij pelegrinazhi turistik, vizitorët e quajnë Pjetërshanin fshati i Krishtlindjes. Ndrojmë temën e informacioneve tona, strategjia e trajtimit. Qasja multidisiplinore për trajtimin e varësive në Spitalin Italian Salus dhe qendrën kundërvarësive Alba Nostra Salus ishin në fokus të konferencës mjekësore të organizuar në Spitalin Italian Salus. Në Spitalin Italian Salus u zhvillua konferenca me rëndësishme mjekësore e këtij viti e fokusuar në trajtimin e varësive, një nga sfidat më serioze të kohëve të sotme. Ndër të diskutimeve ishte trajtimi inovator me stimulim magnetik transkranial TMS, i cili ofrohet nga Spitali Italian Salus dhe aplikohet edhe për pacientët e qendrës multidisiplinore të trajtimit të varësive Alba Nostra Salus. Dy risi që ne kemi futur në pranë spitalit tonë, në qendrën tonë, janë trajtimi me TMS, Transcranial Magnetic Stimulation, për rikuperimin e plasticitetit neuronal, dhe e dyta, e fundit, është koncepti i plazmaferezës. Specialistët ndërkombëtar flasin për avantazhet e TMS-s që ofrohet vetëm në Salus dhe qendrës së vetme në Shqipëri për trajtimin e varësive Alba Nostra Salus. Sot në Spitalin Salus folëm rreth mënyrës së adresimit të problemeve të varësisë, të cilat sigurisht nuk kanë të bëjnë vetëm me substancën, jo vetëm me substancën, por edhe me qasjen e përqendruar te personi që përfshin psikiatër, psikolog dhe punonjës social. Kjo gjithashtu lejon zbatimin e të gjitha teknologjive të reja të disponueshme për trajtimin e varësisë, si TMS, e cila është e disponueshme në Spitalin Italian Salus, një teknikë plotësisht inovative, pa dhimbje dhe pa efekte anësore që zvoglon shumë varësinë nga substancat, veçanërisht kokainën. Konferenca e sotme pati si qëllim t'i paraqitë kolegëve tanë psikiatër, psikolog klinik, punoj social, trajtimin e varësive nga substancat, alkooli dhe loret e fatit në pavionin adiktologjisë në Spitalin Salus dhe në qendrën e Alba Nostra Salus. Qasja jonë multidisciplinare është një mënyrë trajtimi mjaft efikase dhe si mjek psikiatër dhe drejtues
i këtij procesi, mendoj që është bërë një punë e shkëlqyer në trajtimin e patologjive psikiatrike që shoqërojnë këtë problem. Konferenca mjekësore shërbeu gjithashtu si një platformë për shkëmbimin e eksperiencave profesionale mbi trajtimet moderne të varësive dhe rëndësinë e ndërhyrjes së hershme. U përmbyll me sukses nga konferencat më të rëndësishme mjekësore të këtij viti në Spitalin Italian Salus. Kjo dëshmon edhe një herë përkushtimin e Spitalit Italian Salus për ofrimin e shërbimit bashkëkohor për trajtimin e varësive dhe çrregullimeve mendore. Spitali Italian Salus është i vetmi në vendin tonë që ofron trajtimin modern me TMS për varësitë, ndërsa Alba Nostra Salus vion të mbetet qendra e vetme në Shqipëri, e specializuar ekskluzivisht në trajtimin e varësive, duke ofruar një qasje të integruar mjekësore, psikologjike dhe sociale për rehabilitimin afatgjat të pacientëve. Shohim zhvillimet nga bota, ashtu siç ishte premtuar nga administrata Trump në Shtetet e Bashkuara, nisi publikimi i dosjeve të Jeffrey Epstein, i cili u vet vrarë në burg në vitin 2019 teksa priste dënimin për abuzime seksuale me vajza të mitura. Departamenti Amerikan i Drejtësisë publikoi të premten mira dokumente të redaktuara në lidhje me ish financierin amerikan Jeffrey Epstein, i cili kreu vetvrasje në burg teksa vuante dënimin për abuzim seksual me vajza të mitura, edhe pse pjesë të konsiderueshme të dosjeve janë të redaktuara, ato që ishin të aksesueshme përfshinin imazhe të Epstein, duke u shoqëruar me një sër figurash të njohura, përfshirë artisti Michael Jackson, Chris Tuck dhe Diana Ross, si dhe sipërmarrësin Richard Branson. Bill Clinton shfaqet në disa foto përfshirë një ku ndodhet në një pishinë së bashku me bashkëpunëtorin e dënuar të Epstein, Ghislaine Maxwell. Imazhet tregojnë gjithashtu ish antarin e familjes mbretërore britanike, Andrew Mountbatten Windsor. Presidenti Trump thuaj se nuk është përmendur në këto dosje dhe Shtëpia e Bardhë mund të ndihet disi e lehtësuar, shkruan analistët amerikanë. Fakti që personat e mësipërm shfaqen në foto me Epstein nuk i bën ata fajtor, por ngre dyshime mbi raportet e tyre me personin shumë të diskutuar në SBA. Skandali Epstein ka dominuar prej muajsh skenën politike në Washington, veçanërisht që prej rikthimit të Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë për një mandat të dytë. Çështja ka përçarë bazën konservatore dhe ka nxitur akuza për një përpjekje të mundshme mbulimi nga aktorë të ndryshëm politik. Presidenti i Venezuelës Nicolás Maduro dhe të afërmit e tij u vendosën 9 sanksionet amerikane të presidentit Donald Trump. SBA i akuzoi personat e sanksionuar se mbështesin narkoshtetin e Maduros. Shtetet e Bashkuara vendosën të premten sanksione ndaj anëtarëve të familjes dhe bashkëpunëtorëve të Nicolás Maduro dhe gruas së tij, ndërsa Washingtoni rrit presionin mbi presidentin venezuelian. Departamenti Amerikan i Thesarit përmes një deklarate tha se kishte vendosur sanksione ndaj 7 personave që thuhet se ishin të lidhur me Maduron dhe bashkëshorten e tij. Sekretari i Thesarit, Scott Bessent, i akuzoi ata se mbështesin narkoshtetin e Nicolás Maduro. Ne nuk do të lejojmë që Venezuela të vazhdojë ta përmbys kombin ton me drogë vdekjeprurse, tha Bessent. Maduro dhe bashkëpunëtorët e tij kriminal kërcënojnë paqen dhe stabilitetin e hemisferës sonë. Administrata Trump do të vazhdojë të shënjestrojë rrjetet që mbështesin diktaturën e tij të paligjshme, theksoi zyrtari amerikan. Ministria e Informacionit e Venezuelës nuk ju përgjigj menjëherë kërkesës së Reuters për koment. Maduro dhe qeveria e tij kanë mohuar me forcë lidhjet me krimin dhe thonë se SBA po kërkojnë ta rrëzojnë atë në mënyrë që të marrin kontrollin e rezervave të mëdha të naftës së Venezuelës. Në muajt e fundit, administrata e presidentit Trump ka rritur presionin mbi Maduron, duke ekzekutuar një grumbullim ushtarak në shkallë të gjerë në Karajibet Jugore. Gjithashtu ka kryer sulme kundër anijeve të dyshuara për drogë në rajon, ka sekuestruar një cistern nafte të sanksionuar në brigjet e Venezuelës dhe ka shpallur një blokadë të gjitha cisternave të naftës të sanksionuara që hyjnë dhe dalin nga Venezuela. Trump gjithashtu ka thënë vazhdimisht se sulmet në tokë në Venezuelë do të vinë së shpejti. Kjo ishte gjithçka përgatitur për këtë edicion informativ, por mos harroni për informacionet më të fundit mund të shkoni në balkanweb.com për të informuar mbi ngjarjet më të fundit nga vendi dhe nga bota në korale. Bashkë ndajemi këtu, faleminderit për vëmendjen.